shefe kuzhine, sa merr? Dy punë me si arisja. Jo kur merr 2, me si shefe kuzhine të një sa merr? 900 euro. No. Dëgjoj, në qoftë se ti vjen në Shqipëri shefe kuzhine, unë po të them, po nuk more 3.000 euro minimumi dhe ose 5.000 maksimumi, atëre unë s'kam borç, edhe do të them më fal, do të t'i kthej parate ati muaj, edhe do të kthesh në Greqi. E besoj këtë se unë kam dhomën kësa mire, di shumë mirë që sa pagojnë shefat. Hajde me mua, hajde me. Mirë? Broma. Ti kanis? Kala? Mirë? Shumë mirë, ju si jeni? Unë mirë. Si shkon në shkollë? Mirë shkon? Mirë, po, shumë mirë. Zoti Kryeministër, djali po pyeste për programin e praktikave të punës, se është interesuar, po mbaron shkollën e lartë dhe do të vi. Po mbaron këtu në Greqi. Për çfarë mbaron? Administrim biznesi. Ktheu në Shqipëri? Ktheu në Shqipëri? Ktheu në Shqipëri, ja, do ta marr, ja, tani do t'ja provoj kësaj. Jo, se duhet ta çoj të vajzën te ose pastaj, do rish nuk do ikësh. Do rish këtu. Se do të gjej, do të lëre më punën, mos shko më punë te grek. Jo, mos shko më. 900 euro shefe kuzhine, mos shko më. Mos shko më. Thjesht mos shko më. Thuj, merren telefonat të afendikojnë, thuj si i thon greqisht. Ha? Pau Albania. Pau Albania, thuj.